se më pak jemi të ushqyer, të pastruar nga ky lum, e më shumë fatkeqësisht si njerëz kundërshtojmë edhe vetë natyrën tonë. Humbim thellësinë e gjykimit ton, aftësinë e shoshitjes për t'i thënë të bardhës të bardhë, të zezës të zezë, ose siç kemi parë në këtë javë, nga parlamentarët shqiptarë, për t'i thënë burrit burr e gruas gru, duke hedhur bazat për kulturën woke, që do të shkatërrojë ndërgjegjen, vetdijen e engjëjve tanë. Ne nuk jemi të vetdijshëm për këtë që është e vdekur forca e reagimit në kulturën shqiptare, ku nuk u ngju një reagim më i fortë i ndërgjegjeve përballë rrëmbimit edhe të atyre pak shpresave që kanë ngelur në vendin tonë, sepse të rinjtë kanë humbur shpresën dhe e kanë braktisur vendin. Por sot rrezikojmë t'ja vjedhim dhe atyre të rive që Zoti në provaninë e tij akoma ndoshta donte t'i dhuronte këtij kombi. Është e shkelur me këmbë ndërgjegja e njerëzit. Dhe ndërgjegja për këtë arsye nuk reagon përballë edhe gjërave më të kthjellta. Burri burr, gruaja gru, mashkulli mashkull, femra femër. Këta që zgjedhim nuk jetojnë më me njerëzit. Nuk jetojnë më midis njerëzve. Po nuk jetojnë masën këtë botë, me sa duket. Kur diçka nuk shkon, nuk shkon. E s'mund të themi jemi të gëzuar që gjërat nuk shkojnë. A mund të themi jemi të gëzuar që këtyre njerëzve që kemi besu votimin, ju kemi besu vendin, votojnë diçka kundër nesh, jemi të gëzuar. Nuk jemi të gëzuar. Çdo njeri që ka votu pas turp, sepse shkon kundër natyrës, nuk shkon kundër fesë. Shkon kundër natyrës, edhe njeriu që s'beson, e din që është burr. E din që është gru. Çdo njeri ka për ta gjetë përgjigjen e vet në jetën e vet. Jo ke fëmijët e vet, e fëmijëve të vet. Jo, secili përgjigjet për aktet e veta.